Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit në dëgjesën e mbajtur në Komisionin e Ligjeve shprehu shqetësim se komisionerët e këtij institucioni paguhen më pak se drejtuesit e drejtorive. Kryetari i Komisionit për Çështjet Ligjore Ulsi Manja kërkoi nga Ministria e Financave të rregullojë hierarkinë e pagesave. Na është prishur hierarkia e pagave. Të pesë neve, po fus edhe veten këtu nëse po e fus sepse qëndron si problem, neve marrim më pak se sa 4-5 persona të sekretariat. Pra, në hierarkinë e pagave që ka autoriteti, komisionerët paguhen më pak se sa 4-5 funksione të tjera që janë në autoritet. Pra ka rënë piramida. Atyre ju paguhet vjetërsia, kurse ligji i pagave nuk merr. Të rregullojmë hierarkinë e pagave në autoritet, është shumë e thjeshtë. Jo kushtetuese bile. Të rregullojmë hierarkinë e pagave. Nuk mundet që një drejtor i përgjithshëm në autoritet të marrë pak më të madhe sepse një antar i autoritetit. Kryetari i Komisionit të Ligjeve tërhoqi vëmendjen e Ministrisë së Financave edhe për të plotësuar kërkesat e autoritetit për informim mbi dokumentet e sigurimit të shtetit. Do të kërkoja nga zonja Sula, sepse pothuajse gjithë institucionet që kanë ardhur në këto 2 ditë dëgjesa këtu, nivelin e realizimit të buxhetit e kanë tulët. Nuk jeni vetëm ju që e keni në masër 17%. Kemi institucione të drejtësisë me realizim buxheti 9.1%. Dhe që të gjitha këtu thonë deri në 31 dhjetor do ta kapim 90%. Unë uroj të kapët, sepse parat që keni marrë t'i shpenzoni. Këtë vit po ndërtohet mediateka. Ç'është mediateka? Është platforma e publikimit të arkivës për publikun e përgjithshëm. Vitin që vjen është platforma për fëmijë, se fëmijët kanë komplet tjera specifika njërën tjetrën. Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit kërkoi edhe fonde të dedikuara për transportin e punonjësve, pasi institucioni prej vitesh është vendosur në periferi të kryeqytetit.